Aldo Marku zbulon arsyeën e ndarjes nga ish-bashkëshortja. I ftuar në një studio televizive ka qenë Aldo Marku, ish-banori i cili përfundoi rrugtimin e tij në Big Brother VIP të shtunën pas më shumë se 100 ditësh qëndrimi. Regjisori ka rrëfyer më shumë rreth eksperiencës së tij gjatë rrugtimit dhe jo vetëm. Aldo ka treguar gjithashtu sepse është ndar nga ish-bashkëshortja e tij, e cila edhe gjatë qëndrimit të tij ka mbështetur në çdo dalje televizive dhe në çdo intervistë. E falenderoj shumë, e kam parë edhe unë kur kam dalë, më bëhet shumë qefi që ka folur me superlativa, të njëjtën gjë do të bëja edhe unë, sepse kështu mendojmë për njëri tjetrin, jemi suportues ndaj njëri tjetrit, funksionojmë shumë mirë kështu. Kur ishim bashkë si çdo çift, që kur vjen një moment që ti nuk gjen atë gjuhën e përbashkët dhe fillon bëhet si leitmotiv, filluam të kuptonim që mbase është më mirë që as të mos shkojmë në një pikë ku të bëhemi imazh i keq për vajzën tonë, as dëm për njëri tjetrin. Morëm një vendim dhe jemi këtu ku jemi. Po deri tani është një vendim i pakthyeshëm. Shkojmë shumë mirë dhe prandaj duket kështu sikur çfarë po ndodh ose që është lojë. Kam përshtypjen që njeriu ka dy zgjidhje kur ndahet, ose të fillojë të mbajë inat për të çliruar të gjithë ndjenjat e tjera dhe për të ndihmuar veten, por kur të lidh një fëmijë, bashkë të mbash inat, të gjithë raportin e çon në një pikë jo komforte. Ndërkohë që zgjidhja tjetër është të vazhdosh të shohësh të mirat dhe të suportosh njëri tjetrin. Edhe vajza në këtë rast nuk ndjen asnjë lloj toksiciteti apo pakënaqësie. Nuk duket më shumë ndarje se sa thjesht një transferim marrëdhënie në diçka tjetër. A dëgjoj Akira për ndarjen e prindërve? Jo, është e vogël. Ne rrim bashkë mjaftueshëm që ta ndjej prezencën e të dyve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.